Përshëndetje të dashur shikues, sot do t'ju lëm pa fjalë. Është historia e një vajze shqiptare në Gjermani që u martua me një zotëri 70 vjeçar. A ishte dashuri apo para? Qëndroni deri në fund, se përgjigja nuk është ajo që mendoni. Në Elbasan, aty ku shkumbini bën zhurmën e tij të butë si një radio e vjetër në kuzhinë, jetonte Ada, një vajzë 19 vjeçare me sy të mëdhenj e duar të vogla që i dridheshin sa herë dëgjonte zërin e babait. Shtëpia e tyre ishte një apartament i vjetër te lagja pranë kalas, me mure të sapo lyrë me gëlqere, por me ajër të rënd nga grindjet që kur s'pushonin. Në atë shtëpi, fjalët ishin gjithnjë të mprehta, si thika që rri gjithmonë mbi terrasën e bukës. Kështu do bëhet, mos fol, kështu është më mirë për ty. E më mirë për ta nënkuptonte bindje, heshtje dhe martesë me një djalë që Ada se njihte. Ada e kishte njohur Arditin që kur ishte fëmijë. Ai rrinte në katin e 5 të pallatit përballë, gjithnjë me një top nën sqetull, me pantallonat e gjyrit gjithnjë të grisura dhe me të qeshurën që të moshuarit e pallatit e quajtën e lehtë për zemrën. Ata u rritën bashk mes kaldrëmeve të pazarit të vjetër, mes gjurmëve të biçikletës së Arditit mbi pluhurin e oborrit të shkollës, mes drekave ku Ada fshehurazi i kalonte një cop petull nga dora e nënës. Më vonë, kur u bën adoleshent, nisën t'i kuptonin gjërat që s'kërkonin fjalë. Mëngjeset me diell i gjenin te ura mbi lum, të ulur në parmakët e ftohtë, duke ja premtuar njëri tjetrit një jetë të thjeshtë. Do të blejmë një shtëpi të vogël me një dritare nga lind dielli, thoshte Ada, dhe me një balkon ku të thajmë rrobat dhe të pim kafe të dielave, shtonte Arditi. Por jeta s'është gjithmonë dritare me lindje dielli. Babai i Adas, Skënderi, njeri fort, me duar të plasaritura nga puna dhe me sy që s'buzqeshnin kurrë, kishte marrë vendimin pa e pyetur të bien. Ada do të martohej me Gentianin, një djalë i familjes së njohur të qytetit, me biznes, me makinë të re, me kostum që i mbanin ngjyrat edhe nën shi. Ky është fati yt, i tha një mbrëmje. Nuk ka prall dashurish këtu ka njerëz që din ç'bëjnë. Nëna, Liria, rinte me kokën ulur e fjalë të pakta, por kur mbeteshin vetëm, e shihte Adën me sytë që i luteshin të mos e zemëronte burrin. Bia ime mbylle këtë muhabet, nuk na përballojnë më lagja dhe njerëzit. Kështu e do zakoni. Ada e ndjente shtrëngesën si kapes e floku që të tërheq çdo herë më fort. Keq trajtimi nuk vinte vetëm në fjalë. Përgjimet e telefonit, ulëritjet në mëngjes, krahu i rënd i babait kur si pëlqente përgjigja. Të dielave, kur në shtëpi vinte tezja, ai sillej si ëmbël. Kur mbyllej dera, rregullat ishin prap po ato. Pa Arditin, pa shoqe, pa shkollë më tej, se ç'të duhet. Dhe një pasdite, pas një debati të gjatë, Skënderi i lëshoi Adës një shuplak që i la në faqe një njoll si hën e thyer. Tani mjaft, mërmëriti Ada me vete. Dhe në atë mbrëmje doli në balkon teksa Elbasani merrte frym ngadalë në ndritat e rrugëve dhe ja dërgoi Arditit një mesazh. Nuk kam shumë kohë. Arditi punonte si kamerier në një kafene pranë stacionit të trenit. Kishte nisur të kursente gjithçka nga bakshishet te orët e shtesë. Kur lexoi mesazhin, dola nga banaku dhe u mbështet te muri. Zemra i rrihte shpejt. Nuk ishte veç frikë, ishte ajo lloji i vendimit që të ndërron jetën, ose e bën tani, ose se bën kurrë. U takuan atë natë në një rrugicë te kalaja, aty ku gurët ende mbanin freskinë e ditës. Ada erdhi me shamin e hedhur shkujdesur mbi kokë, por me sytë që nuk shihnin asgjë tjetër veç ti. Do më marrash, i tha me zë që ju drodh në fjalë.
Po s'më merë, unë do shuhem këtu. Arditi si kishte premtuar kur gjërat më dha, por atë natë syt ishtë ndritën si dritat pran lumit. Po, do të marë. Po, duhet plan. Plani rindi i thjesht si buke sa po pjekur. Aranxuan të iknin ditën e dasmës. Ironi e hidhur, por e sigurt. Ada do vishej nuse si pas rritit, me gjithë njerëzit që ngrejnë dolli e bërtasin urime me muzikën e zhurmshme dhe kamerierët që vrapojnë si dallëg, dhe në një moment të caktuar, ajo do të zhdukej. Për këtë do të ndihmonte Lea, shoqja e ngushtë e Adës, vajzë me zemër të madhe dhe me një të qeshur që se mbante gjatë seriozitetin. Do bëhet si në film, tha Lea, dhe i hipi në supe përgjegjësia e madhe pa bërë pyetje. Ajo do të linte hapur një derë pas kuzhinës së lokalit, do të shkëpuste paksa një kabël ndriçimi që të krijohej rëmuj, dhe Arditi do priste me motor prapa sallës. Ada, nën fustan, do vishte një palë atlete të bardha. Ditët që çonin drejt dasmës u bën si një kalvar i gjatë talljesh. Gentiani vjente shpesh te shtëpia për ta njohur Nusen. Ai fliste tepër për veten, për makinat, për dyqanet, për planet e biznesit, për miqtë e tij që dinë njerëz. Adën e pyeste pak, ashtu si thua ti i dashur, dhe i putte dorën sikur po shënonte pronësin. Gruaja ime do të ketë gjithë shka, i tha një herë babait të Adës, me një të qeshur të gjërë. Nëse bën si duhet. Ada e ndjeu trupin tim piheshte, si duhet i tingëllonte më e ftohtë se çdo prill pa diell. Më në fund erdhi dita. Mëngjesi i dasmës u ngrit me një diell që të lodhte syt. Gratë vinin e shkonin me spango në duar, me fjongo, me kapës e fjokësh. Fotografi me aparat në shpatull thoshte busqeshni çdo 3 minuta. Ada ndengji para pasqyrës me një bukurim të Zotin, që i rregulloi flokët me spraj dhe i vendosi një diadem të vogël. Sytë e saj shpesh mbanin lotin në një cep të syrit, por ajo e mbante veten. Edhe pak, i thoshte shpirtit, edhe pak. Nën fustan, atlete të bardha të reja të blera nga Lea me kursimet e veta. Në një zarfe të vogël te busti i veshjes, 2 bileta treni Elbasan-Tiranë. Në rast se s'na del motori, i kishte shkruar Arditi me shaka. Salla e dasmës u mbush para darkës, orkestra i dha muzikës, tezja e dytë e Adës filloi të qante që në vallet të parë, xhaxhallarët u vunë në garë kush mbante më gjatë dollin, ndërsa disa kushërin të largët e kishin marrë me detyrë të ruanin nderin e familjes me syt nga Ada, sikur ajo të ishte një post kufitare. Gentiani nuk i ndahej nga krahët, nusja ime, përshpëriste, dhe kamera e kapte buzëqeshjen e saj të hiezuar. Ada e dinte, çdo e qeshur e saj do të duhej ta gënjente botën edhe një orë. Nga pas salla, në një korridor të ngushtë ku e rëmonte qep të fërguara dhe parfume të përziera, Lea kontrolloi kablot e ndriçimit. Zemra i rrihte si tambur i vogël. Në xhep, telefoni vibroi. Jam këtu. Arditi. Ajo nxori kokën nga dera e kuzhinës dhe pa jashtë. Një motor i zi, i vjetër, por i besueshëm, priste me dritat fikur. Arditi me helmet në dorë, syt nga ora, si roje e një stacioni sekreti. Lea tërhoqi kablën ngadalë. Dritat e sallës e zmeruan përtej një fryme, u ndezën, u shuan sërish, pastaj një spot i madh mbi skenë filloi të dridhej si yll që po bie. Muzikantët u hutuan, dikush bërtiti elektricisti dhe turma filloi të gumëzhinte. Ishte shenja. Ada u ngrit si pa dashje dhe u afrua te babai. Do shkoj në tualet, do ta rregulloj pak ruazën e fustanit.
Babai, i zën me miqt, bëri me dorë po. Gentiani po fliste me një shok biznesi, dikush po kërkonte fotografin, kamarieri me tabaka kaloi si re përpara saj dhe Ada rrëshqiti mes njerëzve duke numëruar hapat si në një lutje. 1, 2, 3, dera e kuzhinës, 4, 5, korridori i ftohtë, 6, 7, Lea e priste me 2 duar hapur si port shpëtimi. Ec, i tha, mos shiko mbrapa. Në obor prapa sallës, ajri ishte i ftohtë e i lagësht, motori i Arditit gumëzhinte butë si këngë nën zë. Ada, me fustanin e bardh, me shepin që i prekte pak tokën, u hodhte sedilja si një zog që s'ka më frik nga krifta. Arditi i vuri në kokë helmetën e dytë dhe e shtrëngoi pas. Gati? Gati. A i ktheu qelsin, motori u gjallërua. Nga brënda sallës, kushërinjt kishen vënë re mungesën, një zë i trash u dëgjua, nusja. Një tjetër, dera. Më pas hapa që afrohen si stuhi. Arditi e ktheu motorin nga rruga anësore, Lea u fut prap si hije në sallë, duke bërë sikur po kërkon Adën, ndërsa porta e kuzhinës u hap me një përplasje. Ku është? Se pash, dilni jashtë. Motori fluturoi nëpër rrugën e errët, duke kaluar pranë një muri të gjatë plot grafite, pastaj te një shesh i vogël ku 2 pleq luanin domino. Ada e shtrëngonte fort Arditin dhe ndërsa era i fërkonte faqet, ajo ndjeu për herë të parë se trupi i saj nuk i përkiste askujt tjetër veç vetes. Njerëzit u lëritën pas tyre, por era e zhurma e motorit i mbuloi gjithçka. Arditi mori kthesën e gjatë te ura e shkumbinit dhe për një çast ngadalsoi. Do të hedhësh vello? Pyeti. Ada e kapi me duar, e lidhi fort te xhaketa. Jo, let më mbuloj sa po të jemi të lirë. Arditi e preu rrugën drejt stacionit të trenit, ende mbante 2 bileta në xhep, nuk dihej asnjëherë. Por vendosën të mos prisnin orare. Tiran, tha Arditi, te halla ime, lume, ajo e di ç'do bëjmë. Kur mbërritën te apartamenti i hallës, te një lagje e qetë, ora ishte vonë. Halla u paraqit me papuçe dhe shall, dhe kur pa fustanin e bardh e sytë e vajzës, u ndal për një sekond. Pastaj hapi derën. Hyni, fëmijët e mi. Ajo nuk bëri pyetje, vuri çaj mbi sobë, la 2 batanie mbi divan dhe i tha Adës: "Ndrysho rrobat, bija ime, sot ke lindur për herë të dytë." Në Elbasan, ndërkohë, nata e dasmës u kthye në erë. Skënderi dërgonte njerëz, kushërinj, miq të Gjentianit, të cilët vinin e shkonin me të njëjtën përgjigje. S'po i gjejmë. Gjentiani fillimisht qeshi me një nerv të zënë, pastaj filloi të fliste me celular. Do e gjejmë, përsëriste. Por Ada nuk ishte më një adres për t'u gjetur, ishte një jetë që sapo kishte filluar. Ditët në Tiranë qenë të vështira por të buta. Halla lume u bën nën, motër, psikiatre dhe ushqimore njëkohësisht. Ada mbarte në trup shenjat e keqtrajtimit, disa mavjosje në krah, një shenjë të kyçi, një frikë që i zgjoheshin natën. Halla e çoi te një qendër këshillimi ku një grua me zë të qetë i tha: "Nuk je fajtorja, je e gjallë." Arditi punoi edhe më shumë, në mëngjes kafene, pasdite një punë me orar të shkurtër në një dyqan celularësh, të diela më shpesh dërgues ushqimesh me biçikletë. Çdo natë kthehej me diçka, një tuf lulesh të lira nga tregu, një shishe kos, një kuti boje flokësh, po deshe të ndryshosh diçka, por s'ke pse. Një mëngjes, pas 2 javësh qëndrimi te Halla, Ada mori një vendim. "Dua të rikthehem në shkollë," tha. "Dua të mbaroj degën e infermierisë, gjithmonë e kam dashur." Arditi e pa gjatë. "Do ta bëjmë, po të duhet kohë, por do ta bëjmë."
Ajo filloi të përgatitej për provime, me libra të marrë hua nga biblioteka e lagjes dhe me fletë të mbushura me shënime të vogla, rrethuar me vizatime zemrash e gjilpërash. Ndërkohë, në mbrëmje shkonin dorë për dore te liçeni artificial, mbanin celularin në heshtje dhe lëshonin frymën e gjatë që s'kishin mundur ta nxirrnin për vite. Një ditë, baba i Adës u shfaq te dera e hallës. Arditi nuk ishte në shtëpi. Ada po përgatiste kafe. Kur dëgjoi trokitjen e fortë, zemra i umblodh si pupla në shi. Hapi derën ngadalë. Përtej pragut rinte Skënderi, i lodhur, i plakur brenda një muaji sa për vite, me sytë që nuk shponin më, por kërkonin. Bia ime, tha pa zë, kthehu. Ada qëndroi e drejt. Baba, unë nuk jam send, unë jam njeri. Fjalët e saj varen si çekiç në ajër. Ai uli kokën. Më thonë që ai djalë s'është si ne, nuk është. As unë s'jam si ju, baba, ja preu Ada. Unë dua të jetoj, jo të mbijetoj. Skënderi heshti. E kuptoi se vajza që kishte lënë në mëshirë të ulëritjes së tij nuk ekzistonte më. Para tij qëndronte një grua. Mirë, tha më në fund, me fjalë që i vinin sigur. Të paktën të jesh mirë. Nuk qe pajtimi me njëhershëm. Pajtimet e vërteta nuk janë kurrë të shpejta. Por ai mëngjes i dha Adës një lloj leje që s'kishte kërkuar, leje për të mos u kthyer mbrapsht, leje për të ecur përpara. Arditi e kërkoi një banesë të vogël, një garsoniere me një dritare ku lind dielli, siç kishin ndërruar. Ishte shtrembër me mure të lyera gjysëm, por kishte një balkon të vogël ku futej era e mëngjesit. Ditën që u futën, Ada vendosi mbi raft një 2 libra të dashur, një filxhan të thyer të hallës dhe një fotografu të lumit Shkumbin. Që të mos harrojmë ku nisëm, tha. Arditi e puthi në ball. Në mbrëmje gatuan makarona, bën planin e buxhetit të një flete bardhë dhe shkruan sipër me shkronja të mëdha: Liria jon. Kaluan muaj, pastaj vite. Ada mbaroi vitin e parë të shkollës me rezultate të mira dhe mori një praktik në spital. E pan të kota shtigjet e fajit, i lan shpinës. Arditi u bë menaxheri kafenes ku kishte filluar si kamerier. Pronari i dha besimin, pasi pa se nuk i dridhej dora kur vinte puna te njerëzit dhe ndeshmëria. Ata u martuan me një ceremoni të vogël, me hallën lume si nën e dhëndrit, me Lean që qau duke qeshur dhe me 2 kolegët e Arditit që sollën një tortë të thjesht me lule shtrydhe sipër. Nuk kishte orkestër të madhe, por kishte këngë në zë, një telefon që luante një melodi të butë dhe një vallet ngadalt në mes të dhomës, ku fustani i bardhë i Ades nuk u ngatërua me asnjë frikë. Kur erdhi në jetë vajza e tyre, e quajtën Ilira, një emër që bashkonte lirinë dhe rënjët. Në netët pa gjumë, kur foshnjat qante dhe hëna varej si një rruze bardhë mbi dritaren e vogël, Ada i tregonte Arditit historinë e saj si t'ja rrëfente për herë të parë. Mendova se do vdisja aty brenda, Ardit, në çdo britm, po ti erdhe si dritë prapa kuzhinës, me motor të zi e me duar që s'më lan të bie. Ai e dëgjonte pa e ndërprer dhe, si gjithmonë, i jepte një përgjigje të thjeshtë. Nuk të shpëtova unë, ti e shpëtove veten, unë vetëm isha aty. Një pasditë e vere, kur Ilira mbushi 1 vjeç, vendosën të ktheheshin në Elbasan, si udhëtar, jo si fajtor. Shkuan te kalaja dhe ecën ngadalë mbi gur. Ada e mbajti vajzën në krah, Arditi mori fotografi me telefon.
U ndalën te ura dhe pan poshtë, ku Shkumbini vazhdonte rrjedhën e tij të qetë, i pandalshëm si koha. Ade si u drodh kraharori, po këtë herë s'ishte frikë, ishte një lloj falenderimi që s'kishte fjalë. Nga ana tjetër e sheshit u shfaq Liria, nëna e Adës, me hap të ngadalë. Ajo nuk foli me njëherë, i pa për pak sekonda si dikush që numëron yje të rinj. Mund ta mbaj? Pyeti duke vështruar vajzën. Ada ja dha. Nëna e përqafoi vogëlushën dhe syt i lagoheshin lehtë. Sa e bukur, përshpëtriti. Skënderi më pas doli paksa nga hija e një dyqani me një qese në dorë. Syt i ulen, ngrihen dhe ndalen te Ilira. Shëndet, tha. Nuk pati përqafime të mëdha, pati një mirësjellje të ngathët si fillimi i një ure të re. Në mbrëmje, te një lokal i vogël pran pazarit të vjetër, Ada ngriti gotën e ujit dhe i tha Arditit. Kujton kur ikëm nga dera e kuzhinës? A i qeshi. Po ta mendoj, akoma më rreh zemra. Lea, që ishte ulur me ta, u përkul drejt vajzës. Ilir, mami yt ka qenë superheroin me atlete nën fustan, mos e haro. Të qeshurat e vogla u përzien me zhurmën e qytetit dhe nata ra e butë si një shall. Në vitet që pasuan, jeta s'u kthye kurrë në përrall pa vështirësi, por u bë një histori e mirë, ajo lloj historie ku personazhet rriten, jo thjesht ndryshojnë adresë. Ada u bë infermiere në një repart ku gratë vinin me plag që nuk duken. Ajo i dëgjoi, i mbajti për dore dhe shpesh u thoshte, nuk je fajtorja, je e gjallë. Arditi hapi një kafene të vetën me emrin Dritarja e Lindjes dhe në mur varën një piktur të vogël të Kalasë së Elbasanit. Halla lume u bë gjyshja e dytë e Ilirës, me recetat e saj të thjeshta dhe me këshillat që gjithnjë mbaronin me bëni si e ndjeni. Me kohën, edhe Skënderi hyri e doli si hije e butë në jetën e tyre. Nuk kërkoi ndjesa të mëdha, por mbase nuk mund t'i jepte. Ai sillte ndonjëherë një qese me moll nga tregu, rinte pak me mbesën dhe ikte. Mjaftonte. Liria filloi të telefononte më shpesh, pyeste për shkollën e Ilirës, për orët e punës së Adës, për kafenen e Arditit. Kam filluar të lexoj, i tha një ditë Adës. E shikon, kur s'është vonë. Dhe ata her pas here ktheheshin në Elbasan, bënin një shëtitje të ura dhe kujtonin. Në një nga ato mbrëmje, kur qyteti ishte i qetë dhe qielli i pastër, Ada i mori duart Arditit. Në fund fare, i tha, ajo që na shpëtoi s'ka qenë motori, as plani ynë perfekt, ka qenë guximi për të thënë jo në vendin e gabuar dhe po në vendin e duhur. Arditi tundi kokën, dhe fakti që nuk e lam njëri tjetrin vetëm në mes. Historia e Adës nuk mbaronte dera e kuzhinës, as te ura e Shkumbinit. Ajo vazhdon, çdo mëngjes kur zgjohet dhe mbathat lete të bardha, jo më për t'u arratisur, por për të vrapuar pas vajzës që qesh dhe thërret, mami, shpejt! Vazhdon kur ajo ndalet e shtrati një pacienteje dhe i flet but, do të dalim bashk prej këtej. Vazhdon kur Arditi hap kafen dhe lëshon muzikën, kur Lea futet brenda pa trokitur me një tort të sapo pjekur, kur halla lume i thërret nga balkoni, erdhi byreku. Në fund po, ajo u arratis nga dasma, por në të vërtet, ajo u arratis nga një jetë pa zë, për të hyrë në një jetë me zë, me zërin e saj. U arratis jo vetëm te i dashuri fëmijëris, por te vetja, që nga ajo natë Elbasani për të nuk ishte më vetëm qyteti i frikës dhe i ndalimeve, u bë vendi ku kuptua se guximi është si lumi, e gjen rrugën e vet,
edhe kur i zën përpara gur. Dhe po, ata u bën familje e bukur. Jo sepse gjithçka u shkoi vaj, por sepse zgjodhen ta ndërtonin për ditë, me kafe të nxehtë, me biseda të gjata, me duar që mbajnë, me të vërteta që nuk fshihen. Ada e di sot më shumë se kurrë. Një fustan i bardh bëhet i rënd kur të veshin me të për të heshtur. Një palë atlete të bardha bëhen të lehta kur i vesh për të fluturuar drejt lirisë. Dhe kur i lira e vogël e pyet, "Mami, si u njohe me babin?" Ada qesh dhe thot, "Kemi pasur një takim shumë të vjetër, te ura e shkumbinit." Pastaj, një ditë, kur muzika u bë tepër e zhurmshme, ne dolëm jashtë dhe gjetëm këngën tonë.